Administrata tatimore ka njoftuar se afati për dorëzimin elektronik të inventarit analitik për vitin 2025 është shtyrë deri më datën 20 shkurt 2026. Sipas njoftimit, kjo shtyrje bëhet për t'u dhënë tatim paguesve më shumë kohë për ta bërë dorëzimin në mënyrë të saktë dhe për të shmangur penalitetet. Inventari dorëzohet në sistemin e-filing, në rubrikën Çështjet e mia, me emërtimin Inventari 31/12/2025. Megjithatë, disa ekspert kontabël thonë se ky afat nuk ka mbështetje të qartë ligjore. Ligji për procedurat tatimore dhe udhëzimi numër 24 i vitit 2008 përcakton se administrata mund të kërkojë informacione shtesë vetëm gjatë një kontrolli tatimor tek tatim paguesi dhe jo vetëm përmes dorëzimeve elektronike para afateve ligjore. Ligji përcakton gjithashtu se tatim paguesi duhet të përgjigjet brenda 20 ditëve ndaj kërkesave për dokumente ose informacion, por kjo vlen vetëm gjatë kontrollit. Për më tepër, tatim paguesi që mbajnë kontabilitet dorëzojnë deklaratën tatimore tek administrata tatimore, pasqyrat financiare tek qendra kombëtare e biznesit. Sipas ligjit të kontabilitetit, inventarizimi i aktiveve dhe detyrimeve duhet të bëhet një herë gjatë vitit, por ligji nuk kërkon dorëzimin e inventarit përpara afatit zyrtar. Ekspertët këshillojnë që tatim paguesi të respektojnë afatin ligjor të 31 marsit për dorëzimin e deklaratave dhe pasqyrave, dhe kërkesat për inventar gjatë këtij afati të trajtohen vetëm në kuadër të një kontrolli tatimor të planifikuar.